Afrona Dika shfaq tortën më të shijshme që ka përgatitur për iftar. Afrona Dika, ish banore e Vri për shtëpia, u bë pjesë e mediave roz për shkak të martesës me këngëtarin Blero. Që nga ajo kohë, ajo ka mbetur në fokus të publikut. Së fundmi, Afrona po përflitet për një lidhje të re në jetën private, ndërsa në rrjetet sociale shfaqet e qetë dhe e përqendruar në përditshmërinë e saj. Në Instastory, ajo ka ndarë një fotografi të një torte të përgatitur vetë. Nga pamja, ëmbëlsira duket mjaft e realizuar dhe e shijshme. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.